Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka zgjedhur Kishën e Shën Gjon Pagëzorit për të përcjellë mesazh të urimit me rastin e festës së Pashkve për të gjithë besimtarët krishterë. Në këtë ditë simbolike të ringjalljes së shpresës, presidenti Begaj uroi përpaqe, harmoni dhe më shumë solidaritet për të gjithë qytetarët shqiptar. Pas mesazhit Urbi e Orbi të Papa Leonit në prani të Kardinal Troshanit, një mesazh i dhënë nga unë nuk është në lartësinë ati të dhënë nga Papa Leoni, po unë do të mundohem të bëj mesazhin tim për gjithë besimtarët e pranishëm këtu, për gjithë shqiptarët të cilët festojnë këtë ditë të shenjtë, gëzuar Pashkën. Uroj për gjithë besimtarët, kjo ditë e shenjtë të sjellë paqe, shpresë dhe bekime për çdo njërin dhe për familjet e tyre. Kjo ditë e shenjtë është një ditë e cila na bën të kemi një reflektim të thellë shpirtëror dhe një kujtesë të fortë që e mira mbizotëron mbi të keqen. Dhe dashuria dhe sakrifica do të mbizotërojnë jetën tona. Mesazhi i kësaj dite të shenjtë, i ringjalljes dhe dritës, është një mesazh i fortë, i cili na bën të kujtojmë që duke qenë bashk, duke qenë solidar, do të punojmë më shumë për të përmirësuar jetën tonë, për të pasur më shumë begati në familjet tona, dhe pse jo, për të pasur një shoqëri më të fortë dhe më të begatë. Unë dëshiroj të theksoj që kjo harmoni fetare në Shqipëri është gur themeli i shoqërisë tonë, ku besimi dhe respekti për njëri tjetrin është forca jonë. Prandaj në këtë ditë të shenjtë, unë edhe një herë ju uroj gëzuar Pashkën. Festin e Pashkëve ka uruar nga Shëngjini dhe Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi. Vallëparë duhet t'i uroj gjithë qytetarët e Lezhës gëzuar Pashkën. Zoti ju bekoft ata dhe familjet e tyre. Mesazhi i Pashkës është një mesazh i cili qëndron në thelb në ata që ngadhnjën jeta mbi vdekjen, drita mbi errësirën, edhe urimet tona shkojnë për gjithë familjet e qarkut Lezhës. Zoti t'i bekojë dhe t'i japi dritë familjet e tyre dhe kjo mbarësi që ndrojë me ta. Dhe kjo është mesazhi që ne përcjellim sot pikërisht këtu nga Kisha e Shëngjinit. Kreu i Shtetit, Ministri Nufi, Kryebashkiaku i Lezhës, deputetët dhe drejtues të tjerë vendor morën pjesë në ceremoninë fetare në Shëngjin, ku ndoqën dhe mesazh nga kësaj feste dhënë nga Vatikani nga Papa Leoni 14.